Derisa gjithë vëmendja është përqendruar në nënshkrimin e marrëveshjeve të reja të fqinjësisë së mirë, historia ka treguar se Ballkani ka pasur bashkëpunim të mirë ndërfqinjësor që në kohrat kur historia lexohej dhe përjetohej ndryshe. Festa e sotme tregon se si ka funksionuar kjo pjesë e Ballkanit 100 vjet më parë. Historiani Nebi Dervishi thotë se një lexim i thjeshtë i dokumenteve të kohës tregon qartë se kryengritja e Ilindenit u ideua dhe organizua nga shqiptarët, vllehët dhe bullgarët, por askund nuk përmenden maqedonasit. Është mirë që të vësh të kaluarën në themelet për ndërtimin e ardhmërisë europiane të vendit, njësoj siç është mirë që historia të pranohet ashtu siç ka ndodhur dhe si vërtetojnë dokumentet ndërkombëtare të kohës, thon historianët. Qytetarët maqedonës e cilësojnë dy gushtin si ditën më të rëndësishme për historinë e popullit maqedonës. Për ta, festa e Ilindenit tregon se populli maqedonës ka historinë e tij. Festa është e maqedonasve dhe popullata maqedonase duhet të krenohet dhe të festojë këtë ditë. Ilindeni je golem praznik za maqedonski narod. Kryengritjen e Ilindenit është dita më e madhe për ne, ndonëse po ndodhin gjëra të çuditshme sa i përket kësaj dite, por ne dëshirojmë që kjo ditë të mbetet, të shënohet si të tillë për ne edhe në të ardhmen. Kjo fest tregon se populli Maqedonas ka historinë e vet. Por historianët shqiptarë thonë se askush nuk mund të mohojë rolin e shqiptarëve për kryengritjen e Ilindenit. Historiani Nebi Dervishi thotë se bazuar në dokumentet e arkivave të huaja, roli kryesor në kryengritjen e Ilindenit e kanë pasur shqiptarët, vllehët dhe bullgarët, teksa maqedonasit nuk përmenden në asnjë dokument. Qëllimi kryesor i kryengritjes ishte formimi i një shteti të përbashkët për të gjitha etnitetit që jetonin në këtë vend, e jo si u trembëtua më vonë për të formuar shtetin për popullin maqedon, thotë Dervishi. Shkak të kontributit që dha në kryengritjen e Ilindenit, pavarësisht se ishte lokale, domethënë dhe ishte për 10-12 ditë, shqiptarët do të marrin edhe pjesë edhe në organet drejtuese të Republikës, si për shembull në Këshillin ose Asamblenë ose Kuvendin e Republikës së Krushevës, 60 persona që numëronte ose si quhet Këshilli i Madh, 20 ishin shqiptar, 20 vëllezër dhe 20 bullgar. Roli shqiptarëve në këtë kryengritje edhe në ata që pasoi pas asaj tregohet edhe me faktin se në qeverinë e Republikës së Krushevës ka pasur edhe 2 ministra shqiptar ortodoks, përkujton Dervishi. Guri ishte komandante me arab luftarësh. Në fakt Nikol Boljari ishte njëri nga ministrat dhe një ministri tjetër sipas dokumenteve që dhe sipas këtyre studiuesve të cilët janë marrë me këtë, pra është edhe Gjorgji Çaçi, që përmendet si antar i qeverisë të Krushevës. Historiani Nebi Dervishi thotë se për të gjithë këto ekzistojnë dokumentet e asaj kohe në arkivin e Stambollit, Sofjes dhe të Shkupit ku mund të vërtetohet roli i madh të shqiptarëve ortodoks në qytetin e më pas në formimin e Republikës së Krushevës. Krijimi i një zone të përbashkët ekonomike rajonale duket se